I kemi shëmbëltyra atë në kohën e profetit alayhis salam, mirë, po edhe në jetën tonë reale në Kosovën tonë dashur. Se ne jemi një popull besimtar dhe si besimtar pa marrë parasysh rrethanave që I kemi pas, edhe në periudhën e para luftës, edhe në periudhën e luftës nuk e kemi humbur asnjëherë besimin. Prandaj edhe vendi jon ka prodhu familje të shëndosha, besimtarësh, të cilët kanë qenë të gatshëm që të flijojnë veten e tyre dhe familjen e tyre sepse kanë ditë që shpërblimi të Zotit nuk do të humb. Sepse kanë lexuar ne kemi Basen Shaban që e ka të kryer medresën dhe ai kur e edukoi familjen e tij, familjen e Jashari, edukoi në frymën e besimit Zotin fuqiplot që po të flijohen ata do të vdesin në këtë botë, mirë po do ta fitojnë përjetësinë. Dhe Kurani famlar na ka shpjeguar shumë bukur për dëshmorët kur tha se mos mendoni se ata që kanë vdekur në rrugën e Zotit janë të vdekur. Ata janë të gjallë, mirë po ju nuk e kuptoni gjallërinë e tyre. Këtu është dallimi mes atij që është I gatshëm që të sakrifikojë me të shtrejtën e tij në këtë botë, sepse din që bota tjetër, që ka thënë Zoti fuqiplot, është më mirë dhe më e gjatë se sa kjo botë. Kjo botë është e shkurtë, ndërsa ahireti është I përjetshëm. Edhe njerëzit që besojnë botën tjetër, pa marrë parasysh kur veprojnë mirë, edhe nëse kthehet me të keq, nuk dorëzohen, sepse synojnë Zotin, e synojnë botën tjetër. I tillë ishte edhe shoku I profetit Muhammed alayhis salam, Abu Bekri, Zoti qoftë I kënaqur me të, kur ai ndihmonte një kushëririt të tij. Dhe gjatë një periudhe ndodhi një shpifje për vajzën e tij, për gruan e profetit Muhammed alayhis salam, për cilën Zoti zbriti Kur'an pastaj dhe pastroi nga ajo shpifje, ndërsa ishte I prekur, ishte normale që Hazrat Abu Bekri të treki nga, të ndikohej dhe të ofendohej nga shpifja që kushëriri I tij, cilën po e ndihmonte, të bën për vajzën e tij. Dhe ai tha që nuk do ta ndihmoj. Mirë po Zoti fuqiplot I zbriti profetit Muhammed alayhis salam, duke I thonë që mos e ndaloni ndihmën që e keni bën për ata, a nuk dëshironi që Zoti m'ia fal juve. Hazrat Abu Bekri prap me modestinë tha, po o Zot, unë dëshiroj që të më falësh ti mua. Prandaj nuk do ta ndali pa marrë parasysh veprimit që ai ka bën, të synoj kënaqësinë tonë. Prandaj edhe Hazreti Omeri kur dëshiroi të garoj në mirësi me Abu Bekrin, e që ishte rasti kur profeti Muhamedi I ftoi njerëzit që të kontribuojnë me ndihma, dhe Hazreti Omeri tha ky është rasti. Dhe Muhamedi alayhis salam e pyeti se çfarë ke sjell, tha I kam pru gjysën e pasurisë, çfarë ke lënë në shtëpi, gjysën tjetër. Kur e pyeti Abu Bekrin çfarë ke lënë në shtëpi, ai tha kam lënë Allahun dhe të dërguarin e tij. Pra ka pru gjithë pasurinë. Nga ky moment Omeri, Zoti qoftë I kënaqur me ta, tha nuk do të garoj më me Abu Bekrin. Sepse synimi I tij, ndikimi I besimit në Zotin dhe botën tjetër, shpërblimin për botën tjetër, ishte që e ndryshoi edhe e motivoi aq shumë, e ndërgjegjësoi, e vetëdijsoi aq shumë si individ, saqë nuk pat njeri që të garoj me të.